Dhoma e 8 kjo për sot. Shpas kanë qenë do zhullë sa këshumë? Kush ka qenë këto? Po klient në suite në dhomë kaq bukur me e bo kaq zhullë? Mi merit. Sa bonet i këtu që punon? Një vit, a? Unë kom pas punu në hotel tjetër, po më bon ofertë më të mirë këtu. Ta shikom në javë që kom marrë. Kom punu dhe jashtë, unë këshunë në për Ibiza, në për këto vene. Hotelet shtrenda, po dhe kjo që ka shumë hoteli mirë. Nuk fletë zakonisht, në? Ja. Fletë, në. Unë po s'fola e qikë s'punojtë. Me jetë, po e martu me jetë, Milen? Me fëmije? Sa vjeç janë? 8 vjeç. Edhe 100 vjeç. Sa ngushëm rri kjo? Ma dha ngush këtë. S'mi kanë bo akoma, tamam, veshët. Para, vej, ha, vasha vashtë që qëllë. S'ka pa punë me ire. Pa. Me mik më futën këtu, se nuk me zi futën. Dorën e majtë ka të Po, ja se e vek shumë, me jena mësu një biza ndryshë. Ta këto. Pse më rapshë? Nëse një është, pse më rapshë? Pse më lelë? Fute dorën e djatë, pa. Po? Dërit e skepi dorës vanë qeke. Pa jërga. A futët këtu? Pa jërgan. Lërë e jërgani. Po? Aha. Dorën e djatë qojë diri në fund. Të djathën, pa jërgan? Pa jërgan. Po, ja. Pa jërgan. Po pra ja? Ha, I ke marrë jërgani më djatë. na. Kështu? Po. Sa e thellë që e ka? Dorën e majtë fute të dike të djatë. Shi, e bonin ndryshe ju, ha? Jana tjetër djatë. Kështu pra, e bonin ndryshe ju? Jana tjetër. Hape? Dorën fute këtu, nga brënda. Këtë? Dorën e majtë, po, fute nga brënda. Kështu? Pas ke një metodë ju me rritë? Hajde se më bonim, më fiksove të shi, hajde? Aty ku ke dorën e djatë, vendos dorën e majtë. Kështu? Aha, edhe? Kapi organi. Aha, shi, kështu. E pas ke vonë mrapsht? Aha. Shi, stili mirë ka. Mos e lësha dorën. Ja. Po qa u papas, qa u kuptu? A i ka porosit një dhomënë? Po. Nga ka nardë, janë t'huj apo? Duke se të Kosovës ishin të që ka nardë. Të Prishtinës. Që e kena lëmë mrapshë, thashë? Ke trekon që këtu, ha? Mirë është, ha? Ti e ishto? U bone vite këtu ti, ja? Se e bona? E shef s'majmen, puna mi puna, na ka lodh puna. Në marrës në kam kësë e lëtë? Në marrës në kam këtu? Në gjesë u lodhëm? Po t'ishe për kongë, kisha shku kësha knuën. Po, me të marrës.
Ah, Seldi, ha? Seldi. E ke dëgjuar, ha? Ja. Të më rast. Qa këngë kishe? Bëjmë një kështu korçare. Ne jemi në Durrës ti do më shkruaj. Ua, vashti, po thash pra unë ty qa këngë do? The, non qa dush. Po mi ma korçare mahen të shi. Mora kitaren shoke dhe nisa këngën time, tapim në këtë gotë me shokët dhe shoqërinë, se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen plaka, rinia moj nuk vjen më. Se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen plaka, me thonë drejton u lodha shumë. E, të lodh ka merit kjo punë. Ka doreza tjera tu? Inshallah ti di. Prit merit, që vjen atje? Ata ish ka të merit plasa, për zonë. Ha? Slejot në një. Mos të vjen menagjerit tu? Që është këtë dorezmi, merit? Mos në i vere, merit, se punoj ma vash a vash. Jam 87, duhet me shku 80 pakta. Jam shnosit qik. Hajtë ja edhe nuin asë. A do t'a bëjon me? Hajde, hajde. E si kena po të tritë, ha? Dritë. Jemi në klientët të knaqë. Po si jam me qatë? Tani shije me këtë. Ha? Me këtë. As një pikë ujë. Po qa thumë s'bët lava? Edhe po ngiri në një pikë ujë do ketë një arsye shumë fort. Jo, s'ka, duhet. Ha, bukur, ha? Ha. Hajde merit, hajde se. Ha. Po, veja. Hotel Palas, në Durrës. A të ledhe unë durë t'i kështë? Jo, nuk preket më. Ja, s'prejle. Jam. S'të video dhe? Hajtë se marrum, po. Labja më? Ha, Seldi, përfundove? Po përfundova për to, për që ka lasë më. E gjallë që kjo? Shkoj gjithë shka, okej? Në regu më, regu? Edhe klientët në gjerën. A kom nevoj unë me shku me kontrolua, jo? Ja. A kam nevoj? A kom nevoj me... Pastaj, si mikë që na ke, dhe na tolerosh pak. Do me të shkoj gjithë shka me sukses. Pa, shumë mirë. A ti lej vetëm lali i sekondo? Po. Se bolli ka majtë në do. A di shka më duke interesant? Pse futa Seldin, në më të pikrisht të kuzhina? Me të rëgu dhe gocave se sa i vymje, për shkak se single je. Pa. Qa doli? Se single, Seldi? Jam single. Ka që darë, ma shumë zdarë. Ka që, s'du me komentu më pjesën e kësaj gjoje, të më thonë. Thjesht nuk jam më i lirë. Kështu që goca, vajza, Seldi single. Seldi, që kemi jeton krejt atëre se që jam bashkë me neve? Kujt? Shikuzve,
ata që dojnë, që mojnë të respektoj. Shpresoj të jeni kënaq. Emisioni i Labit ka gjithmonë të papritura. Jam shumë i vlerësuar që jam pjesë e emisionit të Labit, sepse ka një fantazi të shfrenuar, siç e patë edhe vetë në futi me rregullu dhomat e hoteleve. Po që në fund është interesante dhe unë e mendoj veten si publik, edhe pse jo, do kisha shumë qejf ta shifsha një këngëtar në pozicionin tim sot. Shpresoj të jeni kënaq, edhe do përpiqem gjithmonë që të sjellim gjëra të bukura. Okej, këto momente vjen kënga dhe videoklipi i